Miu I arave është kthyer në një problem tepër shqetësues për fermerët e Myzeqes, pasi ka shkaktuar dëme të mëdha në sipërfaqet e mbjella mejongj, misar e grur. Novros Kuka, fermer në zonën e Kurjanit në Roskovec, tregon se sipërfaqet e kultivuara mejongj kanë pësuar dëme të mëdha dhe ka theksuar se miu I arave arrin të gryej të mbjellat deri në tharje, duke ndikuar në uljen e rendimentit. Te kemi përjetuar për çdo vit. Jonxha e ka ciklin nga 5 deri në 7 vjet, nga ky lloj insekte, me fjalë bimi ky insekti aravet, e bën që e shkurton ciklin, e bën 2 deri 3 vjet vete. Se dëmton rrezën, eliminon numrin e bimëve. Po ka shqetësuese është kjo problematik dhe në zonën e Topoj Semanit. Një prej kultivuesve më të mëdhenj, Mili Sako, pohon se shtimi I brejtësve bëhet në mënyrë kaq të shpejtë saqë nuk mund të luftohen në mënyrë individuale. Nuk dim si ta luftojmë, nuk kemi një agronom që na shpjegojë mbrojtjen e bimëve, si ta bëjmë, që ta bëjmë. Ai sa vjen dhe shtohet, është një ekzemplar që shufishohet 4 herë në vit, 5 herë në vit, është I papar. Përveç jonxhës, në çfarë të mbjellash të tjera? Futet në misër, por në misër nuk ka afat të gjatë që të rrojë, sepse plugohet brenda vitit. Te jonxha është ajo më problematike, se rri 3 vjet, 4 vjet. Tani nuk na lënë, 3 vjet është shumë për ta mbajtur jonxhën. Sepse ai e punon të tërë nga poshtë dhe nga lart. Do harrej, vdes jonxha. Gjithashtu Lesh Marku, fermer në zonën e Levanit, thotë se fermerët janë në një luftë sfiduese të vazhdueshme me miun e arave. Ai u bën apel institucioneve përgjegjëse të mos e lënë fermerin në mëshirë të fatit. Problemi është që në pranverë kena miun, në vijë del karkaleci, në dimër kena përmëjtjet. Urdhroni investimet që ka bën qeveria ose Bashkia e Firit në drejtim të bujqësisë. Ne kena rënë në hall, kena ngel si ata si në kohën e para 1000 vjet, duke marr ilaç, mish, e duke lak bukën në shkota në përvrima për të duke miun e arave. Të paktën ato investime që jep shteti, jep bota, Evropa, të na nimojnë paktën 10%. Nuk I do na 100%, paktën 10%. Na nimojnë. Nga informacioni I marrë pranë Drejtorisë së Bujqësisë, specialistët e mbrojtjes së bimëve bën të ditur se prej kohësh mijtë arave nuk konsiderohen dëmtues prioritar, pasi shumë toka kanë mbetur djerr dhe në këto kushte menaxhimi I tyre është I pamundur. Ndërkohë për fermerët, zhdukja e kolonive duhet bërë e organizuar, por jo të gjithë kanë mundësi t'i luftojnë me preparate këta brejtës.